Dje në orën 9:15 në rrugën 101 në Gostivar, pjesëtarët të policisë së Gostivarit kanë privuar nga liria personin NH 26 vjeçar nga Gostivari. Gjatë kontrollit atij u gjet dhe u sekuestrua marijuan. Ai u ndalua në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë një parashtresë përkatëse. Dje në orën 9:50 pjesëtarët e policisë së Gostivarit në rrugën Vllezëri Gjinoski në Gostivar kanë privuar nga liria personin EE 38 vjeçar nga Gostivari për shkak të dyshimit të bazuar se është kryerës i veprës penale vjedhje dhe vjedhje të rënda, të kryera gjatë muajit të kaluar në shitore dhe markete. Ai u ndalua në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë një parashtresë përkatëse. Gjithashtu, më 6 dhjetor 2025 në 5 minuta pas mesnate në Çajle, zyrtar policor nga SPB Gostivar kanë privuar nga liria AK 44 vjeçar nga fshati Leunov, rreth i Gostivarit për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprave penale vjedhje dhe vjedhje të rënda gjatë muajit të kaluar në markete dhe shitore në rajonin e Gostivarit. Ai u ndalua në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje në orën 14:30 në SPB Tetov IS 58 vjeçar nga fshati Bervenic ka denoncuar se një ditë më parë në periudhën nga ora 13:30 deri në 19:30 para fabrikës së mobiljeve në fshatin Bervenic. Një person i panjohur ka hyrë në automjetin e tij të tipit Jugo me targa të Tetovës, e cila nuk i ka patur dyert e mbyllura dhe është përpjekur të ndesë automjetin, por pasi nuk ka arritur në qëllimin e tij, ka vënë zjarr në automjet. Zjarri është fikur nga kalimtarët të rastit. Një ekip nga SPB Tetov ka kryer inspektim në vendin e ngjarjes. Mbrëm në orën 22:30 në SPB Tetov është denoncuar një zjarr në një shtëpi në pronësi të AF 44 vjeçar nga fshati Poroj. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa me ndërhyrje të njësisë territoriale kundër zjarrit, zjarri është shuar plotësisht. Një ekip nga SPB Tetov ka kryer inspektim në vendin e ngjarjes. Mbrëm në stacionin policor Gostivar është denoncuar se në kryqëzimin e rrugës Ilinden me bulevardin Goce Delçev në Gostivar, automjeti i tipit Jaguar me targa të Gostivarit i drejtuar nga DS 26 vjeçar ka goditur këmbësorin RJ 28 vjeçar, të dy nga Gostivari. Nga aksidenti, këmbësori ka pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit. Inspektim është kryer në vend ngjarje. Mbrëm në orën 22:15 në fshatin Bugovin, zyrtar policor të stacionit policor në Kamjan, gjatë kontrollit të automjetit të tipit Mercedes me targa të Tetovës, i drejtuar nga EM 22 vjeçar nga fshati Reqice Vogël, kanë gjetur thikë në automjet. Pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë parashtresë përkatëse, sipas nenit 80 paragrafi 1 i ligjit për armët.